Durim Bami, i njohur si Forti i Niklës, është një nga personazhet më të përfolur të botës së krimit në Shqipëri gjatë dekadës së fundit. Emri i tij është përmendur në disa prej dosjeve më të bujshme të prokurorisë së posaçme, ndërsa zhvillimet më të fundit lidhen me arrestimin dhe ekstradimin e tij drejt Shqipërisë. Rrënjët e konfliktit dhe përplasjet e para që e vendosën Bami në qendër të vëmendjes, nisën vite më parë në një konflikt të hapur me ish-deputetin socialist të Lezhës, Arben Ndoka. Sipas hetimeve, përplasjet mes tyre kishin nisur pasi Bami dyshonte se Ndoka kishte kërkuar eliminimin e tij. Nga ana tjetër, ish-deputeti kishte dyshime se Bami ishte një nga personat që kishte marrë pjesë në vrasjen e vëllait të tij, Aleksandr Ndoka. Ky konflikt u thellua me kalimin e kohës duke u shndërruar në një përplasje të hapur mes grupeve rivale, me tentativa të njëpasnjëshme eliminimi. Në nëntor të vitit 2020, Durim Bami i shpëtoi një atentati në Tapiz të Fushkrujës. Automjeti me të cilin po udhëtonte u qellua me breshëri plumbash, ndërsa i plagosur mbeti kushëriri i Ervin Kodra, që ndodhej si pasagjer. Sipas të dhënave të bëra publike, ai ka shpëtuar dhe një atentati tjetër me eksploziv. Në dosje përmendet se janë hedhur miliona euro për eliminimin e tij, ndërsa disa grupe kriminale, pavarësisht përpjekjeve, nuk mundën dot ta ekzekutonin. Në shkurt të vitit 2021, sipas SPAK, Durim Bami bashkë me Indri Doklen dhe Marklen Hakën planifikoi vrasjen e Torit Xhexhukës dhe Erikers Miasit, ky i fundit mik i të shumë kërkuarit Ervis Martinaj, i cili u vra në Tiranë. Nga komunikimet e zbërthyera të aplikacioneve Sky CC dhe Encrochat në kuadër të operacionit Revanshi, rezulton se Durim Bami ka krijuar kushtet për vrasjen e Arben Ndokës, Ektor Xhexhukës dhe Erikers Miasit. Provat sipas hetuesve janë siguruar fal zbërthimit të aplikacionit Sky CC. Në anën tjetër, Durim Bami dyshohet se kishte krijuar aleanca me grupe të tjera kriminale, përfshirë përplasjet për eliminimin e Ervis Martinajt. Sipas të dhënave, Martinaj kishte aleanca me grupin që drejtoi nga ish-deputeti Ndoka. Po ashtu sipas dosjeve dhe ish-kundërshtarët e tij, përfshirë ish-deputetin socialist dhe anëtar të tjerë të grupeve kriminale, e donin Bami të vdekur. Për të atentateve dhe planeve për vrasje, SPAK argumenton në akuzë se Durim Bami kishte një rol të madh në kontrollin e kultivimit të lëndëve narkotike në zonën e Krujës. Sipas hetimeve, ai drejtonte dhe financonte një grup që kultivonte kanabis në Nikël dhe Bubq gjatë periudhës 2019-2020 dhe sërish në shtator të 2020-s, duke administruar të gjithë aktivitetin. Në ndihmë të tij sipas dosjes ishte edhe ish efektivi Eneas Altin Morina, si dhe persona të tjerë të pa identifikuar të cilët siguronin informacione të brendshme dhe shmangnin kontrollet policore. Në dosje thuhet se ai kontrollonte drogën e mbjellë nga Bregdeti Adriatikut deri në malsinë e Krujës duke pasur mbështetje edhe nga element policisë. Durim Bami u shpall në kërkim nga prokuroria e posaçme në kuadër të dosjes Revanshi. Ai u arrestua në Dubai në tetor të vitit 2024, ndërsa më pas u ekstradua drejt Shqipërisë. Ekstradimi i tij konsiderohet moment kyç për drejtsinë shqiptare pasi ai shihet si një personazh që mund të jap dëshmi të vlefshme për zbardhjen e disa prej ngjarjeve më të rënda kriminale të viteve të fundit. Dyshimet janë se ai mund të ketë shumë informacione mbi mënyrën se si ka funksionuar krimi organizuar në Shqipëri, të paktën në dekadën e fundit. Durim Bami kishte kërkuar të merrte statusin e rezidentit në Emiratet e Bashkuara. Bashkë me të, nga viti 2024 dhe deri më tani janë ekstraduar 14 persona. Ndërkohë pas ekstradimit, përmes avokatit të tij, Durim Bami u përball me gjykatën e posaçme në lidhje me masën e sigurisë të dhënë gjatë kohës kur ai ishte në arrati. Vetë ai nuk ishte prezencë në seancë, por u përfaqësua nga palambrojtëse, e cila kërkoi një masë më të lehtë si arresti në shtëpi. Gjykata rrëzoi kërkesën dhe la në fuqi masën në arrest në burg. Gjatë seancës, avokati ngriti shqetësimin se klienti i tij, Durim Bami, po i rrezikohet jeta në burgun 313, ndërsa kërkesa për transferim në një burg tjetër po shqyrtohet nga drejtoria e burgjeve. Gjykata e posaçme i ka caktuar atij masën e sigurisë arrest në burg për veprat penale, sigurimi i kushteve dhe i mjeteve materiale për të kryer vrasje, grupi strukturuar kriminal, kultivimi bimëve narkotike dhe kryerje e veprave penale nga organizata kriminale ose grupi strukturuar kriminal. Ekstradimi dhe mbajtja në qeli e Durim Bamit konsiderohen nga hetuesit si një hap i rëndësishëm në vimësinë e hetimeve për krimin organizuar në vend, ndërsa pritshmëritë mbeten të larta për zhvillimet që mund të sjellë dëshmia e tij në dosjet e hapura tashmë. Çdo të thotë për krimin shqiptar, ekstradimi dhe vendosja përballë drejtësisë e një personazhi të tillë si Durim Bami? Unë do të thosha diçka që ne nuk kemi marrëveshje ekstradimi me Emiratet e Bashkuara Arabe. Ai ka dashur të vi vetë të përballet me drejtsinë, ka qenë voneti vetë personit që ka ardhur. Se ka qenë në një farë kohë ka qenë arrest në burg, më pas ka qenë arrest shtëpie. Ka vendosur që të vinë në Shqipëri të përballet me drejtsinë. Nuk mendoj që do ketë një lidhje me një gjë. Ai do shoh, domethënë, nga pikpamja operative ose nga dhënat e medias, domethënë është diskutuar shumë emri i tij
Madje ka pas nga skajësisive në Korçatë, nga ka pas edhe shumë, domethënë, ngjarje domethënë që është diskutuar, sepse kanë dalë në media. Mendoj që për rastin konkret do procedohet, ka ardhur vetë, pra është bërë vetë, është dorëzuar në organet, pra mund quhet si rrethant lehtësuese që është dorëzuar të organet ndjekjes penale, sepse pa vullnetin e tij të pa ketë shpyrë Karanja, që të ketë vendosur përballjen, domethënë të vendosit përballjen me drejtsinë shqiptare. Rrethanat ndoshta në Dubai, vështirësitë që krijohen. Rrethanat në Dubai, vështirësi jashtë vendit. Më mirë ka menut, mbaroj punën, çka ka me shtetin. Aq më tepër që nisi edhe luftat, po të kemi parasysh sot njerëz kishin rënë në Emiratet e Bashkuara Arabe në disa baza, kishin rënë disa raketa, domethënë i ka bëu mirë sepse do ishte qeni izolum dhe në rreth shtëpie. Kështu që ka menduar të vinë në Shqipëri të përballet me drejtsinë. Domethënë ka qenë vullneti i këtij personi që është vënë te organet e drejtësisë. Nuk mendoj që kanë lidhje me një gjë tjetër. Se thash edhe një herë, për sa i përket ngjarjeve që diskutohet, janë ato që nuk provohen që diskutohen, po me prova janë ato akuza zyrtare të cilat kanë ngritur spakun ndaj këtij personi. Presim mbarimin e gjyqit në daljen e një versioni përfundimtar, konkret se për çfarë akuzës dhe për çfarë veprash penale do ashtu. Domethënë tash i prezumohet i pafajshëm. Siç thotë dhe mazhoranca, domethënë po të kemi parasysh parimi prezumimit të pafajësisë dhe për këtë rast domethënë nuk duhet parë i shkëputur nga rastet e tjera. Është përfolur, domethënë më saktë në një moment të caktuar, të gjithë duart e krimit u ngritën për të eliminuar Duri Mbamin. Është sot në kushtet kur sërish mund kërkohet eliminimi i tij, dhe pretendime që kanë ngritur që rrezikohet jeta në burg, ndoshta nga aktorë të tjerë të botës krimit arrestuar? Policia e burgjeve, si dhe organet e administratës burgjeve duke pasur këtë informacion, sepse është informacion, kanë dalë edhe në media, mendoj që edhe informacionet do jetë, duhet marrin masa siguriet më të larta se të burgosurit e tjerë, duhet mënyra e lëvizjes në burg duhet jetë e kontrolluar që të mos i rrezikohet jeta në burg. Është detyrë e shtetit shqiptar që të siguroj jetën e të paraburgosëve duke përfshirë edhe Duri Mbami. Pra duhet duke pasur parasysh që është e vërteta. Pra shumë grupe kanë dalë në skaj ECC që diskutojnë për një ngjarje që ka qenë në Sarandë, ka ardhur në Tiranë prave, ngjarje mas ngjarje. Në këto kushte duhet ky i paraburgosur, është i paraburgosur, duhet të trajtohet me siguri tjetër ndryshe nga të burgosëve të tjerë, sepse rrezikon jetën. Pra ai ka ardhur nga Dubai, domethënë nuk i ka ndodhur asgjë në Dubai. Ne si shtet kemi detyrimin ligjor që të sigurojmë një mbrojtje fizike Duri Mbami. Është gjykata që do vendosë nëse është apo jo fajtor lidhur me provat dhe faktet të cilat janë nga ana e SPAK-ut. Pra SPAK-u ka ngritur një akuzë konkrete e cila dihet tashmë, por duhet të shohim gjykatën, domethënë se si do procedohet. Por siguria në burg ndaj këtij personi që është i paraburgosur duhet të jetë ndryshe nga të burgosur e tjerë. Në momentin e daljes në ajrim, kujdes kur sillen ushqimet gjëra, pra duhet një siguri më e lartë, sepse edhe nga veti paraburgosi është thënë që duhet të jemi të bukur i fushkrues që kemi parë nëpër media, që duhet të jemi afër se mund të kemi një konflikt, domethënë me persona të tjerë. Faleminderit. Në burg dihet që ka ndodhin ngjarje kriminale, kështu që neve është më i sigurt, do ta pranojmë sa burri dhe Duri Mbami është që ti garantojnë një siguri. Ai ka kërkuar fushkruaj dhe mbas digit është që personi ka të paraburgim që ka më afër. Pra zonës banimit. Por ky është rregulli i përgjithshëm. Mund të ketë për shkak të ngarkesës burgjeve, mund të shkojmë në një burg tjetër. Po e mira është që fushkruajt ka rikonstruksione, më duket kanë përshtypjen, kështu që në këto kushte është ndoshta e pamundur. Karanja, faleminderit. Nart, kemi diskutuar ndoshta për një vit e gjysmë bashkë, kemi trajtuar disa herë çështjen e Duri Mbamit. Erdhi dita sot po përballet me drejtsinë shqiptare. Keni ndryshuar mendim, ndoshta ka diçka për të rrëfyer Duri Mbami, mund të ketë ndoshta në një, le të themi, një bashkëpunëtor shumë të mirë të drejtësisë, që informacione mund të ketë i vënë në dispozicion të zbardhjes së ngjarjeve të ndryshme kriminale. Po tani që ai të bëhet bashkëpunëtori i drejtësisë, Rama ja ka hequr këtë drejtë dhe mundësi. Në 28. Po. I kodit të ri penal. Duri Mbami, duke qenë se është nga ata që është arrestuar së fundmi fare dhe kap ky kodi i ri penal, do të thotë domethënë që Rama, ai që nga mëngjesi deri në darkë mundohet që t'i mbushë mendjen shqiptarëve domosdoshmë se sa e mirë është kjo maxhorancë, sa po punon kjo maxhorancë për të rregulluar, le të themi, kodin penal, për të rregulluar sigurinë e qytetarëve. Në rasti konkret, i ka hequr mundësinë një personazhi i cili teorikisht mund të di shumë gjëra, të paktën sipas asaj që flitet në media dhe sipas SPAK-ut, praktikisht nuk do kishte asnjë lloj
arsye që të bësh i penduar i drejtësisë, sepse nuk në bazë të atinenit 28.7 e cila u fshi nga kodi penal, pikërisht përpara 2 muajsh nga kjo maggjoranca që po flasim neve, ai nuk ka as edhe një lloj arsye që ta bëjnë gjë të tillë, sepse nuk merr asnjë lloj përfitimi, sikundër ka pasur për shembull Nureddin Dumani apo edhe të penduar të tjerë drejtësisë. Kështu që në këtë aspekt nuk do kishte asnjë lloj arsye që ta bënte një gjë të tillë. E dyta, ai akuzohet për vepra penale të cilat teorikisht janë shumë vështirë për të provuar, sepse po flasim vetëm për sigurim kushtesh ka. Sigurim kushtesh dhe po flasim vetëm për transkriptet të Sky ECC-s, e cila dhe Ecochatit, të cilat në pjesën më të madhe të Europës, në gjykatat europiane, janë rrëzuar. Gjykata kushtetuese shqiptare ase pohoi dhe ase refuzoi, pra ase mohoi, ja ka lënë statusin e përgjimeve të këtyre transkripteve, ja kanë lënë në dorë gjykatave të jurisdiksionit të posaçëm ose të jurisdiksionit të përgjithshëm, pra ta interpretojnë vetë ato, pra nuk ka dhënë një vendim, sepse edhe gjykata kushtetuese si duket nuk ka dashur që të dalin kundër vendimeve të gjykatave në Bashkimin Evropian. Që në këtë aspekt janë të gjitha gjasat, domethënë që Durim Bamrit vijë aty, të bëj atë le të themi proceduralitetin e tij dhe pas 1 viti, 2 vitesh ta shikoni të lirë, sepse unë e shikoj shumë të vështirë që t'i atribuohen vepra penale në atë mënyrë sikundër janë përcaktuar ose të paktën me aq sa flitet, sepse unë nuk e di çka menduar veprat penale, ti them veprat penale ka sigurim kushtesh për të kryer vrasje, ka kultivim të bimëve narkotike që ka qenë i përfshirë dhe një ish efektiv Reneas Altin Morina i arrestuar, i ka të grupi strukturuar kriminal dhe kryer veprave penale në kuadër të grupit të strukturuar kriminal ose organizat kriminale. Shumë bukur. Tani, domethënë nga gjitha këto, ky personazh rrezikon, po them unë, 15 vite burg. Në total. Në total mund të shkojnë matematik, shkon 30, po unë po them 15 me përthithje, si ku në ndodh zakonisht në veprat penale.